Surprizat e motit në pranverë, reshje dëbore në disa zona. Edhe pse vendi ka hyrë zyrtarisht në stinën e pranverës, kushtet atmosferike kanë sjellë një rrim të papritur të dimrit në disa zona malore të Shqipërisë. Temperaturat e ulta dhe reshjet e dëborës kanë surprizuar banorët dhe drejtuesit e mjeteve, duke krijuar përkohësisht vështirësi në qarkullim. Në veri të vendit, në aksin rrugor Boge, ka nisur reshjet e borës një ditë më parë. Për shkak të rëndësisë turistike dhe lidhjes që ky aks ka me zonat alpine, autoritetet kanë ndërhyrë menjëherë. Punëtorët dhe mjetet borpastruese ndodhen në teren, duke punuar pa ndërprerje për të mbajtur rrugën të hapur dhe për të garantuar qarkullimin normal të automjeteve. Situata e ngjashme është regjistruar edhe në juglindje të vendit. Në qarkun e Korçës, reshje të lehta dëbore janë raportuar në segmentin rrugor Boboshtic-Dardë. Në zonën turistike të Dardës, gjatë orëve të para të mëngjesit, është shënuar një intensitet i ulët reshjesh, i cili megjithatë ka qenë i mjaftueshëm për të krijuar një shtresë të hollë dëbore dhe për të rikthyer panoramën tipike dimërore. Autoritetet lokale bëjnë me dije se firma kontraktore ka ndërhyrë në kohë reale për pastrimin e rrugës dhe kriposjen e saj. Këto masa janë marrë për të shmangur ngricat dhe për të garantuar sigurinë e drejtuesve të mjeteve që frekuentojnë këtë zonë, e njohur për fluksin e vizitorëve, veçanërisht gjatë fundjavave. Ndërkohë, sipas të donave zyrtare, në pjesë të tjera të qarkut të Korçës nuk janë raportuar reshje dëbore, ndërsa situata paraqitet e qetë dhe pa probleme në rrugët kryesore. Meteorologët theksojnë se këto episode të shkurtra me reshje dëbore në pranverë nuk janë të pazakonta për zonat malore, ku temperaturat mund të luhaten ndjeshëm. Megjithatë, drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit në këto segmente për shkak të mundësisë së ngricave dhe rrëshqitjes së automjeteve. Ky rikthim i përkohshëm i dimrit në prag të pranverës sjell një panoramë të veçantë natyrore, por njëkohësisht kërkon vëmendje dhe masa shtesë për sigurinë në rrugë.